personalitetet më këtojnë... konvertoi fen nga muslimane në katolike? Me thënë drejtën, e kam dëgjuar, më duket që është e saktë, por nuk mund të them me siguri. Ajo që është veçantë është se të shqiptarët është një kvalitet që e kanë në një kombin, pastaj kanë bindjet, por bindjet nuk janë arsye asnjëherë për... Foto tjetër. Tani, një gjë nuk kam kuptuar. Jo nuk e kam kuptuar, unë e kam kuptuar, po dua ta dëgjoj nga ty. Kur flasim për rezistencën e shqiptarëve të Kosovës për liri pavarësi, mendohet që sigurisht ajo do bësh me një lloj, do merre armë. Si arriti ky njeri që këtë perceptim ta kthente vetëm nëpërmjet paqes, se ka qenë një diskutim në Kosovë që. Sigurisht. Ky e bëri me paqe. Janë dy si pjesë të një shfaqje të madhe. Të dyja janë pjesë të një monede, po them, edhe paqja, edhe lufta. Unë besoj që paqja i priu luftës, edhe të dyja të bashkë bëjnë tërstin ose shpirtin e vërtet të Kosovës dhe të rezistencës. Ky, do të thonë, edhe kjo pamja flet, ndoshta është një imazh shumë karakteristik për të, se ishte lider, por ishte edhe, nëse më lejohet, pak edhe bohem në këtë pamje, dhe me thonë që mund të kishte cigaren të pa... Ai shalli. Shalli, cigarja, ndoj gotë, rakit që janë njerëzore, si që ke ti dhe unë dhe i kemi të gjithë. Kush do në fakt? Pa diskutim. Por që, dhe me thonë, bëri atë që duhej bëj në atë periudhë. Ndërsa nuk është se nuk u interesua edhe për etapën tjetër që do pasonte. Tani më shihen edhe kontaktet, bisedat që e pati edhe me Ramiz Alin këtu, për veprimet caktuara stërvitore, por edhe për thirrje të kohë pas kohshme që në një moment pragu është legjitime që të mbrohet nga secili. Qëllimi i tij i jashtëzakonshëm ishte që të ruhet substanca, populatat mos lë Kosovën, të jetë aty. Siç thuaj, si një metaforë se djepi është i fëmisë që është aty, domethënë djepi të jetë me fëmijë. Po, pra. Kjo ishte. Pastaj kjo është pjesë tjetër, edhe kryeministri Rama e thanë ditë bashkë që pa tezë do vinte kjo tjetër. Domethënë, unë isha të... Pa këtë nuk do vinte tjetër. Nuk do vinte. Edhe unë kështu isha, domethënë, që nuk duhet shikohen në një kundërvënie plus minus pa tjetër, po si një pjesë, një tërësie. Ka një histori shalli ti? Unë me të drejtën, unë e kam thënë edhe në atë tekst që është një konferencë e mirë, mëftuan zoti Enver Byty që ka një OJQ, mëftoj, disha personalitete, dhe e thash këtë fakt, unë e kam pyet direkt sa ishte në lidhjet shkrimtarëve. Ju e keni intervistuar? E kam pyet, jo intervista, intervistat më vonë kam bërë. Po e keni marrë disa herë në intervista? 3-4 intervista. 3-4 intervista. Do me thonë në formatit tuaj, mbi një orë. Po? Edhe më ka thonë është më shumë çështje imizhi. Do me thonë njerëzit e kanë diskutuar, ju bën përshtypje çka është kjo imizh. Kaq më ka thonë ndoshta. Çfarë do të thonë imizh? Po imazhi. Imazh, e tjera, do me thonë, kështu më ka thonë, nuk e di. I ka ra ma shkurt me atë përgjigje, nuk është se kisha ndoj shoqërit për... Po se u bë simbolika jo e shallit. Po, por që... Okej, foto tjetër? Kjo është pamje të merrit, eksodit. Eksodi i shqiptarëve të Kosovës? Pamje që duhet ta kujtojmë vujtjen, po ta bëjmë edhe, ta kujtojmë edhe betimin nga kjo pamje, që çka duhet bëjmë nga një mësim i një të kaluar jo shumë të largët. Unë në atë kohë kam qenë në Tiranë, dhe puna që kam bërë me gazetarët ka qenë që të mbledhim edhe dhënat nga hyrjet në kufi, të cilat ishin të tmerrshme, siç flet kjo mjaft edhe kjo pamje, domethënë, dhe nga kjo të merret një mësim për të ardhmen, të dhimbshme, të rënda, dhe mos na raf me e harrua, thotë Kosova. Bukur. Keni histori gjatë kohës si gazetar në ato momente në 99-ën nga eksodi? Domethënë nga ajo kohë këtu në Tiranë. Domethënë disa pika në për Tiranë, jemi angazhuar edhe unë dhe familja, bashkëshortja ime
me ekipet e Tiranës për të kujdesur, të liqeni ishte një Po, punë. kampi. Te Pallati i Sporteve Aslan Rusi ka qenë një punë. Se pak e ditë në Tiranë, zotë ambasador, që ajo qëtë rruga Kosovarëve, sa ty ishe kampi. Po e di, besoj nga kjo. Po, nga kampi. E di. Ja këto e në pamjet që... Okej, foto tjetër. Edhe kjo është rrugën e Kuksit. Edhe kjo është e njëjta. Është komplet një familje, do thënë që po lëviz në drejtim të Tiranës. Mos gaboj. Por që ashe nëse më leoni që Po, patjetër. Edhe në këtë gjendje që mund të jetë depresive. Po prap ka një lloj shprese. Ka një ngritje dore, ka një lloj një lloj shpjegimi, Shpresë. Besimi për të ardhmen, besimi në Që fytyra e fëmijës. Po pra, të gjitha. Edhe ai fëmijëve. Por ky është si po shohun, ndoshta. Okej, foto tjetër. Kjo është një foto që më ka bërë shumë përshtypje. Ato kohë në Kosovë, në Prishtinë, do të me një mbas luftës, u shkatruan shkolla, klasa sigurisht, dhe ky mësues po jep mësim në rrënoje. Kjo është simbolika më e mirë. Sigurisht, po. Një koment do doja. Po, komenti është ky. Në këtë kohë ndodhi ajo që ne quajmë shtëpi shkolla. Domethënë familje kosovarësh lanë hapësirat e tyre të banimit, të shtëpisë, katët të shtëpive për shkollim. Për shkollim. Edhe disa universitete, madje jo vetëm shkollat kështu, edhe universitetet kanë mbaruar studime në përbodrumet e shtëpive. Bodrume, ha? Po, ai ishte guxim. Përveç që ishte edhe një lloj sakrifice ekonomike, ishte guxim sepse ishte kohë e keqe. Mund të them që bodrumet e shtëpive bënin. Po, shiko, këtu është një blok ku janë ulur këta. Po, tua. Edhe ke një mësues dhe besoj që nga kjo gjenerat kanë dalë edhe emra shumë të mirë, që do të thotë se kurikula, teksti vetvetim nuk të bën shkencëtar, të bën dashuria për dijen. Po, shumë e bukur. Dhe momenti kur u tregua ai pushteti paralel që ishte atëherë, arsimi ishte një nga segmentet ku pati më shumë veprim, edhe një provim të madh me organizimin në arsim. Domethënë edhe përqindja që paguanin kosovarët, nga kjo paguashin edhe arsimtarët një pagesë modeste për ato kushte, por përballë një situate që flet se nuk do të ketë dorëzim. Edhe në ato rrethana duhet lufta për dije të vazhdoj secili në mënyrën e vet. Pra ky një mësues që pamje të tilla i ke pas nëpër Kosovë, po sidomos në Prishtinë ku edhe rinia universitare, studentët kanë ndjek një pjesë të madhe të studimeve. Rektori vet i universitetit Ejub Statovci, ish profesori im i nderuar, e kishte zyrën në një nga shtëpitë në lagjen që quhet Velania. Dhe aty janë bërë programet shkollore, organizimi, mësimit. Foto tjetër. Kjo është një foto ikonike të kalvarit të genocidit, një nëna me fëmijën në krah duke dhënë gjë, dhe sot. Do të thënë është kjo një histori e jashtëzakonshme. I tha vetë të gjitha, është edhe kalvar, dhe është ikonike, dhe është legjendare, edhe është si në pamje biblike. Mund ta merrni cilën doni. Domethënë është një pamje e tillë, është edhe etnia, po është edhe mëmësia, shumë. Domethënë një mama që bën punën e vet, të shajtë dhe të detyrën e vet si mama në këtë ecje që nuk e di çka mund ta pres dy hapa më tutje, ajo mban foshnjën të shtrënguar e duke dhënë gjë, duke dhënë qumësh. Është madhështore. Madhështore. Foto tjetër. Tani ju thatë që nesër do mbani një lloj përkujtimore të statuja e Adem Jasharit këtu në Tiranë, është e rrugës Durrësit, siç keni bërë për vit. Por do doja një koment për këtë personazh legjend, këtë ikon të rezistencës sarmatosur. Sigurisht, ju edhe vetë po i bani kvalifikimet e duhura, me cilat pajtohem sigurisht, është legjendar nga mënyra se si e nuhati herët kohën kur duhet veprohet edhe me mjet e tjera, që thot slogani i famshëm, dhe nga guximi që tregoi,